Atëherë përshëndetje. Përshëndetje. Dje, babai i Ervis Martinajt ka dëshmuar sërish në GJKK ndaj tij dhe familjes po kryet hetim pasuror. Një fakt në fakt që ra në sy është edhe kërkesa e zotit Martinaj që pasuria e tij të ndahet nga ajo e të birit, pasi gjatë kohës si ekonomist dhe në kohën më të keqe ka lëvizur me shuma të mëdha parash në makinë. Është e mundur që të bëhet një diferencim në pasuritë e familjes Martinajt? Po, në fakt, kjo është një drejtë e tij, sikurse e drejtë edhe familjarëve të tjerë që mund të pretendojnë bashkëpronësi në ato pasuri që janë sekuestruar Ervis Martinajt. Kuptohet, nëse ai ka jetuar me prindrit e vet, ose nëse pasuritë që ai ka vendosur gjatë jetës tij pretendohet që ka qenë dhe kontributi prindërve të vet apo vëllezërve, motrave e tjera, ndonjëherë ka të drejtën që ta kërkojë pjesën e vet dhe të thotë që kjo pasuri, bie fjala, një vilë ose një apartament ose një autovetur, ato të shtrenjtat e tjera, është vënë me kontribut të përbashkët edhe të pjesëtarëve të tjerë, ka të drejtë të i kërkojë gjykatës, të thotë që ndani pjesën që i takon Ervis Martinajt, pra sa ka qenë kontributi i tij në vendin e këtyre pasurive që janë sekuestruar, edhe veçoni pjesën tonë, kontributin tonë. Dhe kjo është një çështje fakti, çështje provash, çështje gjyqi. Gjykata është e detyruar në raste të tilla që do të kërkojë prova, do kërkojë dokumente e tjera me radhë dhe në rast se do të bindet që ajo nuk është pronësi vetëm e Ervis Martinajt, po është bashkëpronësi edhe kanë kontribuar për vendin e tyre dhe persona të tjerë, atëherë në bazë kontributit që ka dhënë çdo njeri prej tyre, do të ndahet edhe pjesa dhe ai do përgjigjet për atë pjesë, domethënë që e fetia, që pretendon se është kontribut vetëm i tia, edhe përjedhoj organi akuzës në këtë rast do sekuestroj edhe do të konfiskoj nesër kur t'jepet vendimi gjyqësor i formës prerë që atij t'i merren ato pasuri që rrjedhin nga krimi, nga burime, domethënë parash, shtëpisa e të tjera të pajustifikuara dhe i merret po gjithmonë pjesa e vet. Pra, është një kërkesë ligjore kjo që bën, po do provohet apo nuk do provohet? Do të marri diçka ky apo do marri, e tjera, kjo varet tani nga vetë jati i tia, i cili ato që thot, ato që pretendon, duhet t'i argumentoj dhe duhet t'i provoj me dokumente, me akte zyrtare e tjera me radhë. Ta bindi gjykatën që ka drejtë. Po, sipas jush deklarata për... Më dëgjon? Po. Sa u shkëput. Në një dëshmi të mëparshme, babai i Ervis Martinajt tha se ja ka dhënë drejtësisë të gjitha koordinatat për djalin e tij, por ende nuk është bërë asgjë. Mendoni që drejtësia e di fatin e Martinajt, po thjesht nuk bëhet publike për shkak të hetimeve? E kam thënë edhe një herë tjetër, derisa nuk gjendet trupi i dikujt, ose në rastin konkret, domethënë nuk bën gjë goja. Kuptoma, në raste të tilla gjithmonë tregojnë të rezervuara, pavarësisht e çfarë provash mund të kenë organi i akuzës, apo edhe vetë gjykata kur vlerëson një masë sigurimi ndaj një personi që figuron i zhdukur dhe nuk gjendet. Gjithmonë mbahet, domethënë, rezerva, sepse me të vërtet mund të dëshmoj dikush, mund të thotë që jo e kanë vrarë, jo e morën këtu e çuan atje e tjera me radhë, por derisa nuk gjendet asnjë shenjë që të tregojë që ai person nuk është më në jetë, atëherë hetimet vazhdojnë edhe organi akuzës është i detyruar që të hetojë në të gjitha, domethënë, pistat që
shtrohen për zgjidhje në raste të tilla. Familjarët kuptohet që ato kanë edhe më shumë të dhëna, kanë grumbulluar se gjatë kohës që jeton prokuroria, jemi të bindur që atyre që u dhem shpirti, si që janë familjarët, edhe ata bëjnë hetimet e tyre, edhe ata bëjnë investigimet e tyre. Edhe përjedhoj kanë dhe ata, domethënë i kanë ndërtuar ata ato shinat se ku duhet ecur për të shkuar tek e vërteta. Dhe organi akuzës në rastin konkret, SPAK, është i detyruar dhe vazhdon në hetimet, përveç atyre linjave të veta që ka, përveç atyre provave direkte dhe indirekte që ka grumbulluar vetë, edhe këto të familjarëve i konsideron, i merr në konsiderat, edhe është i detyruar të japi përgjigje shtëruse çdo lloj versioni që jepet për zhdukjen e tij. Kështu që derisa jemi domethënë në këtë fazë dhe nuk është dhënë një variant përfundimtar me një vendim gjyqësor të formës prerëse në rastin konkret, gjykata do jetë ajo që do të thotë që ky person konsiderohet i zhdukur përjedhoj, domethënë i vdekur, edhe duhet trajtuar si tillë dhe pastaj pushohet edhe çështja penale nga ngarkimti, apo kjo gjë nuk provohet, edhe përjedhoj ai do gjykohet, do dënohet e të tjerë, dhe pastaj kur të merret vesh e vërteta, atëherë do pushohet çështja, sepse kemi të bëjmë me një person, me një subjekt që nuk ekziston më dhe nuk mund të ndiqet penalisht një person i vdekur. Kështu që në këtë drejtim them që SPAK-u po vepron, edhe do veprojë deri në fund bashkë me gjithë gjykatën, se tashmë çështja edhe ka shkuar në gjykatë dhe do vazhdoj procesi i gjykimit. Cili mendoni se është fati i Martinajt dhe a ka mundësi që ai të qëndrojë për një kohë më të gjatë i fshehur nëse është gjallë? Jo, problemi është nuk duhet paragjykuar. Unë gjithmonë, edhe kur kam thënë që është gjallë, kam patur edhe kam parasysh faktin që nuk mund të them kurrë që ai ka vdekur. Pse? Sepse u thash arsyen. Pra, duhet të kesh prova të pakontestueshme, 100% të vërteta, i kesh shenjat ku është, domethënë, ufoma ku është hedhur dhe tjetër të gjesh shenja të tilla, i gjesh edhe prova të tilla që të jenë bindse 100% që ky person nuk është më në jetë, pa të thuash që ka vdekur. Dhe derisa këto nuk i kemi faktikisht, por gjithmonë jemi në kuadrin e asaj që jepen versione, jepen alternativa, jepen vlerësime të ndryshme, të cilat në shumicën e rasteve janë subjektive, janë dhe dëshira të dikujt, por që nuk tregojnë realitetin të bazuar në prova, atëre gjithmonë unë e lë shtegun hapur. Edhe kam parasysh këtu dhe mjaft raste të tjera, praktika të tjera që kanë ndodhur jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të ndryshme të botës, që element të tillë, kur e shikojnë që janë të mbytur në krime edhe që si dënim veprat penale që ata kanë kryer mund të shkojnë deri në burgim të përjetshëm, atëherë thonë sa të vemi në burgim të përjetshëm, ndërrojnë komplet qenien e tyre, tjetërsohen nga pikpamja fizike, tjetërsohen madje edhe nga pikpamja mendore, bëjnë edhe transplante të ndryshme e të tjera shkolla futen edhe ndryshojnë edhe gjithë identitetin e tyre, madje edhe kombësin, edhe jetojnë gjatë. Ne kemi parasysh këtu, nuk janë këto vetëm fjalë në erë, po derisa dyshohet që edhe Hitleri domethënë nuk ka vdekur atëherë, por ka vdekur më shumë të madhe në një vend të Amerikës Latine,
Bajhalli çfarë mund të ndodhi, domethënë, po si ka jetuar kaq kohë, ai apo dikush tjetër, bie fjala dikush thotë se Slobodan Miloševići nuk është e vërtetë që ka vdekur, po jeton në Rusi bashkë me gruan e tjera. Edhe janë tërshuar, janë tjetërshuar me radhë. Pra, ky variant, ky duhet mbajtur derisa të provohet, siç thash, katërcifrisht që ai është i vdekur. Gjithsesi, unë kam gjuar dhe më kanë ardhur dhe mesazhe madje nga familjarët të Ervis Martinajt, madje edhe nga nëna e tij, shpirti nënës thotë që nuk e kam, domethënë djalin dhe ja thot me shpirt një gjë të tillë. Unë nuk besoj në këto gjëra, po gjithsesi të tëra duhen marrë në konsiderat. Por Martina i ndihet se nuk është një eksponent si të tjerët, pra nuk është i krijuar në rrugë edhe që ka ardhur nga varfëria, si kujtojmë këtu Nureddin Dumanin apo të tjerë. Por është një person në fakt i arsimuar edhe në universitete prestigjioze dhe këtë e ka shprehur dhe babai i tij. Pse mendoni se Martina i ka zgjedhur pikërisht rrugën e krimit? Problemi është që në këtë vendin tonë, me vendosjen e pluralizmit politik, u mendua që në petkun e luftës kundër komunizmit dhe përmbysjes, kjo duish bërë me mjetet forta, me mjetet egra, se gjoja ishte shumë e egër diktatura edhe mund të kish kundër përgjigje edhe përjedhoj u vlerësua që zjarri do zjarë. Mirë po gabuan gjithë ata që e imagjinuan të tillë rënien e sistemit komunist, se faktikisht ai sistem ra nga vetvetja, edhe ishin pikërisht ata që ishin në krye të atij sistemi, posaçërisht ishte presidenti Ramiz Alia, i cili i lëvizi vetë gurët e vendosjes pluralizmit politik në Shqipëri, zgjodhi edhe ka partie do krijoheshin, zgjodhi dhe leadershipin e tyre, kush do drejtonte njërën e tjetrën, pra nuk kaloi aq egër sa që bë edhe u evidentua, u pasqyrua edhe u veprua në atë kohë nga ata që dorin me çdo kush të vinin në pushtet. Përjedhoi bën krime, kemi parasysh që erdhi në pushtet Berisha në 22 mars të 92-shit, por nuk do vinte në 22 mars të 92-shit, do vinte në 31 mars të vitit 1995, se atëre binte që të bëshin zgjedhjet, se i fituan zgjedhjet i ish Partia e Punës përsëri në 31 mars të 91-shit. Por ai shpejtoi gjitha këto sepse bëri masakrën e 2 prillit në Shkodër, u vranë 4 demokratë atje, dhe këto bëshin zgjedhjet parakohshme. Mirë po, nëse vret, nëse e djeg Shqipërinë, nëse djeg uzina, fabrika, nëse i nxjerr njerëzit në rrugë të madhe me ta shkëlqyturin Neni 24 A, edhe i heq nga puna ata dhe ata marrin rrugët pastaj me anije, me maleve në kufi me Greqinë, Italinë e tjera, që të sigurojnë bukën e gojës e tjera, kjo krijon plagë. Aq më keq pastaj kur ti edhe pretendon që në Shqipëri do vendosin demokracinë, do vendosin votën e lirë, edhe do fitoj ai që është më i miri ndaj të cilit edhe voton populli, dhe nga ana tjetër e masakron votën e lirë, e bën gjak tynjaja siç bëri në 26 maj të 1996-s, atëre këto situata të gjitha to lindin krim, pjellin krim, edhe mbajnë situatën gjithmonë të nxehur, mbajnë situatën gjithmonë në konflikt edhe në pozita hakmarrje primitive, tu që nuk mund t'i shpëtonte dot kësaj klime kriminale as Ervis Martinaj, sikurse edhe mjaft njerëz të tjerë që
kanë qenë intelektual, s'u shkonte kur në mend që të përdori një fjalë të pistë, jo me të veprime të pista edhe akte kriminale, edhe ndjerje pistoletash e kallaçesh, edhe duke drejtuar njëri tjetrit e tjera me radhë. Por ja që faktikisht u pleksën dhe u futën në këtë rrugë të krimit. Politika e mbrapsht e viteve 1990 edhe deri në vitin 2013, se vazhdoi gjatë kjo punë, u ndërprej një farë kohe 97 deri në 2009 afërsisht, por që në 2008, pastaj në 2008 shpërtheu prapë më keq s'ka ku të vej, kam parasyshtu Gërdecin, që për të vjedhur, domethënë, i dogjën njerëzit gjalli, kam parasysh pastaj ato vrasjet, bulevarët e tjera, pra deri në vitin 2013 në Shqipëri ka sunduar krimi, ka sunduar bandat kriminale, ka sunduar vrasjet me pagesë dhe të gjitha këto e bën shoqërinë tonë ujk dhe kush duhet të jetë i fortë që të hajë ujkun për të siguruar pasurinë, për të siguruar influenca, për të siguruar autoritet në pikpamje që të mos prekem unë edhe kur vjet, edhe kur korruptoj dike, edhe kur bëj korrupsion, madje edhe kur bëj vrasje. Sepse i blej gjitha, blej dhe drejtsin e tjera me radhë. Kështu që Ervis Martinaj është subjekt, duam ta pranojmë, i kësaj klime edhe përjedhoj dhe ai sa për të mbijetuar, sa për të jetuar shumë herë më mirë nga gjithë të tjerët, i duheshin që përdorte të gjitha llojet e armëve, edhe bota e krimit i duhej. Dhe ai gjitha këto faktikisht i ka kaluar këto procese edhe ka rënë pre e një numri të konsiderueshëm krimesh edhe në fushën domethënë e jetës ndaj njeriut, por edhe në fusha të tjera të pasurisë, të parave që ka vendosur, të bizneseve, të pista, apo diku edhe të mira që ka kaluar në përduar e të tjera me radhë. Çfarë shtyn një person të tillë të ketë kaq shumë armiq? Po armik të bëjnë konfliktet që ke patur, të bëjnë ato mos përputhjet e ndryshme në fusha të ndryshme, sepse u thash që të jetosh në botën e ujqërve, domethënë botën e krimit, atëherë domosdoshmërisht edhe duhet të forcosh krahët, duhet forcosh pozitat dhe ata njerëz, krahët e pozitat e tjera duhet mbajtur me lek, duhet mbajtur me gjithçka tjetër, me moral, duhet mbajtur me bazë materiale, edhe ata janë përdorur, se nëse kërkon që të futesh në fushën e biznesit, bie fjala të lojrave të fatit, po nuk e vetëm ti, ka konkurrent të tjerë dhe ata, si ti luftojnë dhe ata, përjedhoj varet pastaj. Klima nuk ka qenë e tillë që të konkurroj e të fitoj ndershmi, të fitoj mendja, të fitoj logjika, të fitoj ligji, por të fitoj forti. Kush është më i fortë, kush e përdor më mirë presionin, kanosjen, armën dhe paran mbi të gjitha, ai fiton në biznes. Po fiton njëra palë, po tjetra domosdoshmë krijon pa kënaqësi. Në rast se do vrasësh një, atëherë mos harro se krijove një rrjet të madh njerëzish që të kanë armik tyja edhe do hakmerren, sepse populli thot gjak pa lar e hak pa marr nuk ka. Kështu që në këtë drejtim ka, domethënë, shumë kundërshtar, ka shumë armiq, sepse ka luftuar gjithmonë dy botë. Aq më shumë që varet pastaj dhe politika ka përkrahur, domethënë, kush ka përkrahur nga politika. Dhe ajo
anë e politikës që të kam mbështetur dhe që e ke mbështetur, me të vërtet e ke për vete, por pjesën tjetër e ke kundërshtare, edhe ajo kudo që të gjej të çara tek tyja do të shfrytëzoj.